Ndodhemi brenda kalas madhështore të Gjirokastrës, një prej monumenteve më të rëndësishme historike. Përveç arkitekturës së saj të veçantë dhe pamjes mbreslënëse, ajo ruan brenda mureve të saj dy thesare kulturore, dy nga pikat më tërheqëse për vizitorët, Muzeun e Gjirokastrës dhe Muzeun e Armëve, të mbushur me histori dhe dëshmi të së kaluarës. Këto hapësira muzeale tërheqin çdo ditë turist që duan të njihen më nga afër me trashëgiminë e qytetit të gurtë. Të huajt pasi vizitojnë dy muzet, atë të Gjirokastrës dhe Muzeun e Armëve, dhe njihen me historinë që mbartin, ngelen të impresionuar. Më pëlqeu shumë Muzeu i Gjirokastrës brenda kalas. Kishte shumë objekte autentik që tregojnë jetën tradicionale. Çdo detaj ishte ruajtur me kujdes. Ky vend është një thesar kulturor që duhet parë patjetër. Vizita jo në kalan e Gjirokastrës ishte një përvojë mbreslënëse. Muzeu i Armëve na la shumë përshtypje. Mënyra si janë paraqitur armët dhe historia që përsidhet është shumë interesante. Gjithashtu pamja nga kalaja është thjesht mahnitëse. E gjithë kjo na ndihmoi të kuptojmë më mirë historinë dhe kulturën vendase. Që prej fillimit të vitit dhe deri në muajin prill, muzet e qytetit i kanë vizituar rreth 10.000 vizitor, rreth 3.000 vizitor më shumë krahasuar me vitin e kaluar.